يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falëndërimet, lavdrimet I takojnë të madhit Allah Dhul Gjelal për të mirët e Tij, për të mirën e Islamit, imanit, për të mirën që Zoti na sjellë këtë muaj, muaj I bereqetit, I rahmetit, I faljes. Dërgomi përshëndetjet më të bukura që Zoti na mësoi ndaj krijesës më të mirë që Allahu përzgjodhi që ta çojë mesazhin e Zotit deri në vend. Allahu Xhelle Xhelaluhu me madhrinë e Tij deshi që muaj Ramazanit të jetë muaj ku njeriu bën ndryshime në jetën e tij. Bën ndryshime dhe synimi I Ramazanit është që besimtari pas Ramazanit të jetë më I mirë se siç ka qenë para këtij muaji. Të jetë më I devotshëm se siç ka qenë para Ramazanit dhe kështu më radhë. Pra, synimi I Ramazanit që vije me gjitha faktorët e tij, mekanizmat e tij, që ai ushtron mbi neve, është qëllimi I tij është që neve të na ndihmojnë të bëmi ndryshime në jetën tonë. Dhe këto ndryshime bën dhe ja mundsomi Ramazanit vetëm atëherë kur ne I japmi hapësirë, kur ne pra e çliromi zemrën tonë nga ajo çfarë e ka rënduar më herët, dhe të njëjtën kohë zemra jonë është më e butë, më e mëshirshme. Dhe kur zemra pra është e tillë, ajo është më e gatshme për të qenë më afër adhurimit dhe devotshmërisë së Zotit. Ramazani, përveç ndryshimeve të mëdha që vije në jetën e besimtarit, ai mundohet të ndryshojë edhe disa vese që janë të lindur me natyrshmërinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, agjërimi është mburoj nga zjarri I xhehenemit. E kur dikush zgjohet pra në ditët e Ramazanit, mos të sillet keq. E nëse të tjerët të ofendojnë ose sillen keq me ty, ti thuaj atyre unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. Ky është këshilla, ky është pra një ndër synimet që vije Ramazani për të na treguar neve dhe për të na mësuar se si duhet të sillet besimtari. Dhe njëjtën kohë me këtë Ramazani vjen ta mjekoj tek ne edhe një ves, ai është vesi I hidhrimit. Pra, kur njerëzit sillen keq me neve, në jetën e përditshme shpesh herë, pra ne reagomi dhe vimi do thot deri në shkallën kur ne hidhromi. Pra, nuk ka dyshim se të hidhruarit në Ramazan, së pari e hidhron Allahun Xhelle Xhelalu, së dyti e humb sevapin e agjërimit, pastaj e dëmton njeriu, dëmtohet pra fizikisht, psikikisht dhe shpirtnisht. Në rast kur njeriu hidhrohet, adrenalina e tij rritet për 10 herë më shumë se sa është pra normale. Dhe në këtë moment pra shkakton çrregullime, duke ndjer lodhin sepse harxhon shpejt oksigjen. Harxhon shpejt oksigjen sepse në moment kur hidhrohet njeriu, pra ai ndjerësitet dhe kështu ndihen lodhe dhe bëhet një çrregullim në trupin e tij. Përveç kësaj, njeriu I cili është në gjendjen e hidhrimit, pra kur hidhrohet, ai urinon shpejt. Dhe në këtë moment, pra, ai harxhon langjet të cilat I ka në trupin e tij. Pra dhe nuk ka dyshim se rezultati vije se do dije
do të ndiej një lodhje. Të gjitha këto pasoja të cilat vijnë, Ramazani pra ka ardhur për ta shëruar një vest të cilën ndoshta shpeshherë bëhet edhe pjesë e jetës tonë. Sipas një studimi që është bërë me 1305 persona, burra të intervistuar për 7 vite më radhë, pra të cilët i kanë taku tipit emocional që janë hidhur shpejt, kanë dalë do të thotë se përqindja më e madhe e tyre kanë do të thotë çrregullime në shëndetin e tyre, sidomos shtrëngim të gjoksit, si pasojë e hidhrimit të shpejtë që bëhet në jetën e tyre. Dhe studimi tregon në fund del rezultati se falja dhe durimi është ilaçi më i mirë për të mjekuar njeriu pra nga hidhrimi, nga kjo gjendje, nga ky ves për cilën pejgamberi Muhammed alayhis salatu selam na ka folur në shumë hadithe dhe një ndër to pra edhe në këtë hadith në muajin Ramazanit. Kultura jonë në Islam çdo herë mundohet që njeriu pra ta gdhendin, njeriu pra ta liroj nga ato çfarë ja hupi një shi njeriu. Pra një ndër to është edhe vesi i hidhrimit kur njeriu hidhrohet, pastaj e humb balancin e tij, bëhet një çrregullim në shëndetin e tij, në psiqikin e tij, bëhet një lëndim shpirtëror dhe pastaj njeriu më nuk është vetja e tij. Dhe kur njeriu nuk është vetja e tij, pastaj mundet fjalët e fundit për t'i qitur në rend të parë dhe kështu do thotë një jetë pason dhe vije deri tek dëmet e mëdha që sjell hidhrimi. Për ata Allahu xhelaluhu kur i ka lavdruar besimtarët në Kur'an, Allahu ka sjell pra si shembull dhe na ka nxit që të jemi nga ata ul kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ata të cilët mposhtin hidhrimin e tyre dhe të cilët i falin njerëzve. Pra mposhtja e hidhrimit kur neve mundomi ta mamim lefin ton, ta mposhtim atë, mos ta lomi deri të vije deri te hidhrimi, edhe në qoftë se kur kemi mundësi, sepse besimtari nuk duhet ta kuptoj se nëse ti e mshef mlefin tënd, nëse ti nuk e shpalos atë, në moment kur ti ki mundësi për mu hakmar, në moment kur ki mundësi me mor hak, kjo nuk do të thotë se ti je i dopt, por kjo tregon forcën tënde. Kjo tregon burërinë, kjo tregon imanin tënd, kjo tregon stabilitetin tënd dhe personalitetin tënd në jetë se sa ti je i përgatitur. A je i gatshëm për të mshef ndonjëherë mlefin apo jo? Dhe Allahu xhelalu pikrisht për këta i ka lavdruar pra Zoti në Kur'an ata të cilët e mposhtin mlefin e tyre dhe i falin njerëzve. U falin njerëzve gabimet që ata bojnë në jetën e përditshme. Agjërimi pra një ndër qëllimet e tij që vije pra ky muaj i shejt është për ta ndryshuar në jetën tonë shumë ndryshime dhe një ndër to vije edhe për ta ndryshuar pra këtë ves hidhrimin. Dhe për sfundi ajo çfarë neve duhet ta pyesim veten, nëse nuk kemi mundësi, nëse ne nuk kemi bën ndryshime, spaku në këtë pikën pra vesin e hidhrimit, atëherë neve duhet në fund të Ramazanit jemi nga ata të cilët do t'ja shtromi vetë dhe duhet t'ja shtromi disa pyetje. A thu vallë, a isha unë agjërueshëm apo jo? A thu vallë, agjërimit, a i dhash unë hapësir agjërimi për me ndryshu në vetën time apo jo? Dhe ky mesazh, unë jam agjërueshëm, kjo moto duhet të jetë pjesë e jetës sonë. Jo vetëm në Ramazan, por kjo na vjen edhe pas Ramazanit. Kudo që jemi, në rrugë, në lagje, në familje, në vendin e punës, shpesh herë përballemi me ngacmime të tilla, me ofendime nga njerëz, për arsye ndryshme. Dhe më e bukur është kur besimtari e merr për Ramazanit këtë moto, e merr dhe e vendos para vetes, dhe çdo herë kur njerëzit pra tentojnë, të lëndojnë, të ofendojnë, bin deri në agjendë që ti të hidhrohesh, thuaj kushtimisht njerëzve unë jam agjërueshëm. Ramazani edhe për 11 muaj tjerë, po na mëson neve që t'i thomi tjerë selamu aleikum se unë jam agjërueshëm. Nuk kam kohë që të mirëm unë me ty. Nuk du unë që
ti je shkaktar që të ma lëndosh shëndetin tim. S'pako. Që të bëjsh, do thot ti je ai i cili ma çrregullon, do thot shpirtin, fizikun tim, psiqikën tim, unë nuk kam kohë të mira me ty. Dhe kjo është më e bukura kur neve pra mundohemi ta mësojmë veten dhe është më e lehta për të ikë konflikteve dhe për të ikë problemeve me njerëz. Thuaj njerëzve kudo që je, në momente kur ata të lëndojnë, në momente kur ata mundohen të poshtrojnë, në momente kur ata të ngacmojnë, thuaj njerëzve unë jam agjërueshëm. Kjo le të jetë motoja jon, të cilën Ramazani na lën, e lusë Allahun xhelle xhelaluhu që na bën nga ata të cilët jemi të pranueshëm në këtë muaj tek Zoti dhe pjesën e agjërimit të cilën na ka mbet, agjërohemi ashtu që Zoti jon është i kënaqur dhe ashtu siç mësuesi jon Muhammed alayhi salatu wasalam na ka mësu. Lutnu Allahun në këtë çaste të bekuame, në këto momente që Zoti Dhul Xhelal nuk i kthen lutjet e besimtarëve për veten tuaj, familjen dhe gjithë besimtarët kudo që janë për gabimet eventuale që ne i kemi, sepse Allahu dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve tona. Mm-hmm.